Në shkollën fillore e Minduraku në Shtime po zhvillohen punime në kuadër të një projekti për eficiencë. Ndërhyrjet përfshin ndrrimin e kulmit dhe dritareve, por kanë gjallur shqetësime tek disa prindër, të cilët thonë se zhurma dhe pluhuri po ndikojnë në mbarvajtjen e procesit mësimor. Një prind i cili kërkoi të mbetet anonim, tha se vajza e saj ka pasur vështirësi të ndjek mësimin për shkak të kushteve të krijuara në ambientet shkollore. Vajza jam, për shembull, e mundon pluhuri, ka zhurma, nuk kanë mujt dje me zhvillue, domethënë orën e parë dhe e dytën kanë thënë që kanë shku okej. Ora e tretë e katërta janë detyruar me dalë në barë me majt mësimin për zhurmave që janë bëhe. Shqetësime për sigurinë e nxënësve pati edhe gjyshi për nipin dhe mbesën e tij. Ja për shkjetën e prej thënë ka fëmija. Ka hyrë 3 muaj kanë pas pushim, kanë mujt me bërë shkollën kur të shkollën fëmija, jo tash. Drejtoresha e shkollës Filoreta Abazi thot se punimet po zhvillohen në koordinim me kapacitetet që ofron objekti shkollor, edhe pse pranoi se ka pasur vështirësi. Këtë javë kemi pas intensitet të punës, pak më të madh. Ndrimi i dritareve na ka lëviz ndrimet. Për momentin jemi të zhvillu procesin në 2 ndrimet. Në ato hapësirat ku po punohet me dritaret, pastaj ne po kalojmë në ndrimin e pasdites. Për ne apo 2 ditë për klasën. Ndërkohë, drejtoresha e arsimit në komunën e Shtimës, Ylka Fejzullahu, përmes telefonit i tha RTK-s se investimet janë të domosdoshme dhe pjesë e një projekti më të gjerë. Se ne natyrisht që në punëkryesin e kemi diskutuar mundësitë që kur mund të fillojnë punimet, po për shkak që do të bëhet një punë shumë e madhe, është e pamundur që punimet më zhvillu vetëm gjatë pushimit dhe rrugën korrekte dhe ngushtë, sepse nuk mundet me arrit me mbulu rregullimin apo renovimin vetëm në atë periudhë. Sipas drejtorisë komunale të arsimit, punimet në shkollën e Minduraku pritet të përfundojnë në shtator. Investimet të ngjashme pritet të nisin edhe në 2 shkolla të tjera të komunës.